Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Me fuqinë e shpirtit dëshiroj për të gjithë ju një ditë shumë të mbar. Familja. Dita e familjes, java e familjes shpërndajnë shumë mesazhe, por natyrisht tërheqin vëmendjen për të përcjellë më të mirat e një familje funksionale. Familja është baza e shoqërisë, celula më e rëndësishme, vatra ku çdo njeri formohet dhe ecën në rrugën e tij të zhvillimit. Nëse kemi familje të lidhura me dashurinë dhe respektin me njëra tjetrën, natyrisht dhe shoqëria është gjithmonë më e mirë. Nëse synojmë vlerat më të larta të një familje, gjithmonë mendojmë për një shoqëri më të përparuar. Duke qëndruar në javën e familjes, në ditët ku promovohet akoma më shumë vlera e saj, nuk kemi si të mos hedhim vështrimin mbi familjet shqiptare, mbi familjet shkodrane. Ndaj nuk është e rastit që Bashkia e Shkodër ka organizuar dhe vazhdon të organizojë për gjatë gjithë këtyre ditëve veprimtari dhe një plan të mirë menduar veprimtarish. Këto veprimtari bëhen pjesë e një vazhde të punës që ajo bën kryesisht në qendrat komunitare me familjet në nevojë, por edhe me problematika që hasen çdo ditë në familjet, me antarët e saj, me problematikat që lidhen me nevojat ekonomike, me dhunën, por edhe me vlerat më të larta dhe më të mira të familjeve tona. Sot në studio jam me dy specialist të drejtorisë së shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik në Bashkinë Shkodër. Orhan Temja dhe Gjoelda Shelqetja. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Me Gjoeldën jemi takuar edhe herë të tjera në këtë program. Orhani është i ftuar im për herë të parë. Mirëmëngjes Orhan. Besoj se puna të jep mjaft frymëzim apo jo? Patjetër, vetë roli ose vetë pozicioni që ne kemi është i tillë. Nëse nuk kemi frymëzim ose nëse nuk kemi dëshirë për ta realizuar një gjë të tillë, është e pamundun për ta realizuar, sepse vetë puna që realizojmë ne është impenjative, duke komunikuar, duke u ofruar njerëzve shërbime, orientime, këshillime, duke u ofruar atë që ne kemi, duke u ofruar për më të mirën, duke u ofruar më të mirën për ta, dhe duke qëndruar afër tyre në problemet e tyre më të vështira. Gjoelda, besoj se një punë që është aktive në çdo ditë tuaj janë të aktivitetit. Fillimisht faleminderit për ftesën, Marita, si gjithmonë kënaqësi me kanë e pranishme. Realisht puna jone e përditshme konsiston në veprimtari të vazhdueshme gjithmonë ndihmë familjes, ashtu sigurisht çantrat komunitare për familjen ku ne punojmë. Allë normalisht na bën me kanë aktiv çdo ditë për me kanë sa më afër komunitetit edhe familjeve përfituese që ne kemi. Natyrisht, kur flitet për familjen, mund të mendohet shumë çka. Ne të gjithë jemi pjesëtar të një familje dhe është e drejtë e njeriu të ketë një familje, të luftojë për ta mbajtur atë të fortë, të konsoliduar, unike, për ta mbajtur me dashurinë që i lidh në radhë të parë antarët e një familje. Kur flitet për familje, natyrisht flitet për diçka të madhe, për vlerat e saj, por edhe për problematika që ajo ka, apo jo? Po, është e vërtet, të pas parasysh që ditët e sotme, ditët më përpara familja ka qenë më e bashkuar, duke pas parasysh që ka pas një numër më të madh, jo vetëm personash, por ka kanë lidhur më tepër edhe me pjesën e rrethuese, me pjesën e njerëzve të afërm, domethënë që njerëzit kanë më në kontakt me njëri tjetrin, më janë takuar më shpesh në kuptimin që kanë diskutuar, kanë shpjeguar gjithçka që kanë pasur në lidhje me problemet e tyre, ndërsa tani është diçka tepër më ndryshe. Numri i familjeve është në kuptimin që më i vogël, nuk është më aq më i madh se më përpara. Numri antarëve. Po ashtu edhe numri i personave për rreth që i rrethojnë nuk janë si dikur që kanë tepër afër dhe problematikat kanë të dëgjuar edhe për tjerëve edhe përbashkëta. Ndërsa tani është më ndryshe, sepse duke pas parasysh lëvizjet e mëdha të njerëzve në përgjithësi të brezit të ri, por jo vetëm, shumica e familjeve janë zvogluar dhe problemet ndoshta janë rritur duke pas parasysh ndryshimet edhe ekonomike, statusin në përgjithësi.
janë realitete që ne i përjetojmë. Megjithatë, duke ju drejtuar edhe familjeve tuaja, në secili e ndjejmë se të kesh një familje do thotë ta ushqesh atë me dashuri. Pavarësisht se ku je, pavarësisht se ku ndodhet. Natyrisht distancat luajnë rol, por shpirti është gjithmonë afër nëse do. Apo Nëse do, është e vërtetë. Faktikisht na gjithmonë thojmë që qenerit afër familjes është ajo lidhja fort emocionale që e kanë tonë antartë me njëri tjetrin, si prind, nana, baba me fëmijët, ashtu edhe fëmijët kundrejt prindërve, kjo gjallë kundrejt gjyshërve si familje e zgjeruar. Normalisht lohatjet që ka familja, ndryshimet që janë ndërbreza tashmë luajnë një rol të rëndësishëm në atë marrëdhënien që ata kanë. Të konsideru këto edhe pjesën e teknologjisë që shpesh herë anon në, si thojmë, në ftofjen e atyre marrëdhënieve emocionale që kanë fëmijët kundrejt familjeve. Është diçka që duhet me pas një vëmendje shumë të veçantë, aq më tepër në javën tonë të familjes që i kushtojmë një rëndësi tjetër. Vërtet, ju jetoni me problematikat e familjeve. Dhe ndërkohë që unë shpreh një lloj vërtet kënaqësie që ju jeni të rinj, por që punoni në këtë sektor për ta ndjerë shumë afër jetën që pulson, problematikat që lidhen natyrisht në shumë aspekte, gjë që ju frymëson për të qenë më të ndjeshëm, apo ja? Patjetër, sepse duke pas parasysh që vetë puna jonë është më tepër domethënë në lëvizje, në kuptimin që kemi kontakte me persona që kanë probleme të llojeve të ndryshme, ne vetë deri diku domethënë përfshihemi ose të paktën e marrim atë problemin e tyre dhe mundohemi që duke i orientuar, duke i këshilluar, duke i ofruar programet tona, duke i munduar që të paktën me bashkëpunimin e tyre që të zgjidhen ato probleme që ato kanë. Natyrisht nuk është e lehtë, apo ja? Normalisht çdo punë ka specifikat e veçantitë e problematikat e tyre, por normalisht të qenerit afër familjeve është sfiduese, por një sa sfiduese është edhe e bukur, sepse ka kënaqësinë dhe satisfaksionin e saj. Familjet kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për informim, shpeshherë edhe mungesa e informacionit i shtyn ata që më kërku shumë më shumë, edhe qenerit afër konkretisht në situata të ndryshme jep aty në një mbështetje shumë të madhe për mu fuqizua dhe mu integru shumë më mirë në shoqëri. Unë mendoj që do të ndalemi në programe që ka Bashkia e Shkodër në ndihmë të familjes, sepse ju si institucion keni të shpërndar si thua qendrat tuaja, që janë qendrat komunitare, që vërtet funksionojnë me të gjitha shërbimet që ata kanë, por unë me qenë se jemi në javën e familjes, do t'i drejtohemi një programi që drejtoria juaj ka hartuar në ndihmë të familjes duke vënë në fokus vlerat e familjes. Atëherë, për këtë javë, programi fillimisht tema e familjes, e javës familjes, është familja është dashni. Tema daton vetëm me domethënien që ka familja për secilin prej nesh, por ashtu edhe për mbar komunitetin. Aktivitetet për familjen kanë filluar që me datën 12 në vazhdën e aktiviteteve sensibilizuese, promovuese në qendrat komunitare. Fillimisht kanë filluar në qendrën komunitare në Dajç, më pas në vijim në qendrat multifunksionale për familjen, në qendrën që secili aktivitet ka veçantitë e tyre. Aktivitetet synojnë kryesisht që me kanë sa më afër komunitetit për konkretisht me shërbime të prekshme, duke jo dhënë aty në përveç informacionit, por edhe kohë cilësore me njëri tjetrin. Disa nga familjet, për shembull një nga aktivitetet që është realizuar nga qendra komunitare numër 5 për familjen, ka qenë një vizitë në muzeet e qytetit, gjithmonë për me i pas familjet sa më afër kulturës, sa më afër traditave, edhe për sjelljen e këtë informacionit tek brezit të ri. Në vazhdon mësanënën të aktiviteteve është realizuar edhe aktivitete për prindërimin pozitiv që është realizuar në qendrën komunitare Rrethina, gjithmonë të pas parasysh që mi u dhan familjeve ato shprehit nevojshme që shpeshherë na thojmë nuk ka receta për të qenë një prind shumë i mirë. Normalisht ta vinë me kalimin e kohës, por disa shprehi që një prind duhet për me pas nevojë, për me kuptuar më tepër nevojat e fëmijëve, janë pasqyruar në aktivitetet përkatëse. Sot faktikisht do të jetë hapja e panajerit social, ku së bashku me të organizatat e shoqërisë civile
cile do të promovojnë shërbimet e tyre konkrete që ofrojnë në ndihmë të familjeve, por edhe fëmijëve. Çfarë partneriteti keni me këto shoqata që operojnë në fushën sociale dhe i drejtohen familjes? Faktikisht partneriteti me organizatat është shumë i ngushtë sepse lidhja jone e përditshme dhe kontakti me ta është i përditshëm në ofrimin e shërbimeve, gjithmonë në ndihmë të familjes. Cilat janë këto organizata që veprojnë në shërbim të problemeve sociale, kryesisht të familjes? Dhe si mendoni për efektivitetin e tyre, të punës së tyre? Organizatat që bashkëpunojnë në përgjithësi përmenoj me emra. Po, edhe me emra, po tjetër. Okej, në përgjithësi domethënë ne bashkëpunojmë me organizatën e Save the Children, që është organizatë që më tepër merret me ndihmën e suportimin e fëmijëve me problematika që kanë. Organizata World Vision që është financohet nga Kisha Ungjillore, që merret më tepër domethënë është e përfshirë në zonat e caktuara. Organizata kemi dhe edhe shoqata që lidhen me shërbimet ndaj grave apo jo? Po. Bashkëpunojmë organizata si për shembull që është Gruaja e Guja apo Hapat e Lehtë që japin shërbime më tepër që janë fokusuar në pjesën e grave, në suportimin e tyre në problematikat e tyre që në të vërtetë janë edhe të shumta fatkeqësisht, sepse akoma vuajnë si pasojë e dhunës në familje apo është një problem që vazhdon dhe nuk hiqet me njëherë. Nuk hiqet me njëherë. Përkundrazi, jep me mpretësi shumë tregues të një familje her pas here që mbizotron dhuna, apo jo? Është vërtet faktikisht. Organizatat janë pozicionuar në qendra komunitare ku janë shumë afër shërbimeve dhe kontakti jonë me ta është i përditshëm gjithmonë për me ofru shërbime konkrete familjeve përfituese, sepse organizatat operojnë bazë projekteve që ne na ndihmojnë me orientu përfituesit dhe me referu për me marrë shërbime të specializuara. Mendoni se ka rezultate pikërisht në këto projekte, por edhe programe që këto organizata realizojnë? Po, faktikisht, sepse në bashkëpunimin e vazhdueshëm që kena pas me ta, kanë rezultuar edhe raste suksesi që janë fuqizu si në mënyrë ekonomike, por si edhe janë integru raste që janë kanë të rikthim nga emigracioni, raste të rinj që kanë arrit me hap startupe, që realisht vazhdojnë të operojnë punën e tyre edhe kjo është një shembull një tregues shumë pozitiv që ne na jep frymëzim për punën tonë që shohim që përfitues kanë arrit më integru shumë mirë në tregun e punës. Bashkëpunimi jonë me organizatat është intersjell, duke pas parasysh që ata në përgjithësi organizatat që përmend janë specifikuar me zona, po ashtu si qenat komunitare. Për shembull, qenat komunitare mbulojnë të gjitha zonat e bashkisë së Shkodrës, domethënë. Përveç pjesës së qytetit, përveç lagjeve të qytetit, po ashtu edhe pjesën e fshatrave përreth. Edhe kjo gjë bëhet edhe në organizatat. Organizatat e njohin ndoshta duke pas parasysh që shumica e tyre janë edhe më kanë vite që operojnë në zona, domethënë njohin rastet, bashkëpunojnë me ne i referojmë rastet atyre për trajtim dhe për çdo gjë që ata kanë nevojë. Nëse është e nevojshme për diçka shtesë, ata janë gati. Shpesh në trajtimin e mjaft problemeve. Sot është dita për të pasqyruar pikërisht këto shërbime në një panajër të veçantë, i cili përveç këtij informacioni çfarë do të përmbajë tjetër? Atëherë përveç informacionit që do të jetë për shërbimet që ofrojnë kryesisht organizatat partnere, por dhe bashkia në bashkëpunim me ta, do të kena parasysh që edhe promovimin e disa punimeve që janë të realizuar nga qendrat komunitare, gjithmonë për me kanë që janë të punuar nga fëmijët, për me kanë sa më afër, edhe por që edhe promovimi përballë bashkishas që edhe komuniteti të jetë më afër tyne, jo vetëm përveç aktiviteteve që na realizojmë në qendrat komunitare, ku lagja përkat se është e pranishme edhe përfiton për aktiviteteve, të kena këto edhe përfitimin e tonë shoqënisë dhe tonë bashkisë Shkodër. Gjithashtu aktivitetet tjera do të vazhdojnë edhe në qendrat e tjera komunitare, edhe nga qendra komunitare multifunksionale për familjen që është specifikuar për komunitetin rom dhe egjiptian, do të realizohet një aktivitet së bashku me familjet ku do të realizojnë një ditë ndryshe duke bërë një shëtitje në zonën turistike të Dajçit. Gjithashtu aktivitetet do të vijojnë edhe në qendrat të tjera, por dhe në qendrën rinore kur do të jetë ekspozuar, do të jetë edhe një ekspozit me temën
kujtime ku do të ketë të pasqyruar kujtimet që kanë familjet apo gjëra tradicionale që do t'i promovojnë gjithmonë për me dhënë këtë rëndësinë e familjes ndër breza për me promovuar Si keni mendu këtë ekspozite? Janë objekte të ndryshme apo foto apo piktura? Si mund ta konceptoj? Faktikisht do të jenë punime që do të jenë nga familje, do të jenë kryesisht materiale që mund të jenë të ardhura nga vetë familjet, por edhe piktura të ndryshme. Kryesisht mjete simbolike për familjen. Në bashkëpunim duke i ofruar shërbimin të gjithëve, domethënë duke i bërë të gjithë të ndihen mirë në këtë javë familjet. Sepse edhe vetë fakti i aktiviteteve dhe vetë ideja kryesore e aktiviteteve ka qenë kjo që të jepet një dashuri të paktën nga pjesa jonë, në mënyrë që t'i ofrojmë të gjithë aktivitetet, të ndjene ata një farë mënyre të largohen nga i stresi ose i përditshëm që e kemi edhe të gjithë, por disa Interesante kjo ekspozitë me punimet e familjes, po e themi kështu, sepse tradita në Shkodër ka shumë çka për të qenë e dashur me të shkuarën dhe me të tashmen. Punime të mrekullueshme dore të zonjave të Shkodrës, punime të mrekullueshme edhe specifike në Dru apo diku tjetër, natyrisht i drejtohen mjeshtrive, por edhe një dashuri shumë të madhe për punë dhe për familjen. Apo si keni gërmuar ose si po punoni ju për të tërheq pikërisht këtë dashuri të mëdha të punës në familje? Kjo faktikisht është pasqyrimi të rive, normalisht për me majt gjallë traditat, zakonet, është rëndësishme që të rit me i pas parasysh, të pas parasysh që qendra rinore atelier frekuentohet nga shumë të rit që marrin pjesë nga shërbimet, ata të gjithë kanë kontributin e tyre për me promovu secili familjen e vet, por se secila familje ka ata vlerat edhe veçantitë e tija unike. Është një puzzle që plotësohet pikërisht me këto kontributa, apo ja? Po, natyrisht java vazhdon me të tjera Po, veprimtari. faktikisht java vazhdon deri në fund të javës do të realizohen edhe aktivitete ndërgjegjësuese në qendrat komunitare, në secilën qendër përkatëse, por dhe në shkollat dhe në qendrat shëndetësore për me kanë sa më afër institucioneve me promovu shërbimet tona në mënyrë konkrete dhe të prekshme edhe për institucionet. Sa të ndjekura janë nga një masë njerëzish pikërisht këto aktivitete? Ju thatë që një ndër aktivitetet që është zhvilluar është vizita në muzeet e qytetit. Si është ndjekur ky aktivitet? Faktikisht aktiviteti është realizuar në partneritet me organizatën Tardezon, që është e pozicionuar në qendrën tonë komunitare. Aktiviteti është një nga familjet përfituese që përfitojnë shërbime konkrete në qendra komunitare, siç janë fëmijë që marrin pjesë nga programi i mbështetjes passhkollore, por dhe prindët e tyre që janë në mënyrë aktive që marrin pjesë te klasat e prindërimit, te grupet mbështetëse, edhe kontakti me to është i periodik, është i shpeshtë, edhe normalisht nevoja për me realizu aktivitete të tilla që me kenë ofër edhe si më thanë me shpërnda shumë më mirë atmosferën që krijon java e familjes, lind natyrshëm edhe si domosdoshmëri për komunitetin. E kuptoj. Natyrisht për të organizuar të tilla veprimtari është të dish mirë problematikat e familjes. Dhe me sa jam e njohur për gjatë gjithë vitit, ju i trajtoni këto në qendrat komunitare. Si mendoni, ku qëndrojnë problemet më të qëndësishme të familjeve sot? Problemet më kryesore të familjes janë tek problematikat e mos komunikimit, mos damjes së rolit mes partnerëve ose mos bashkëshorteve, dhe kjo sjell si pasojë më pas ndryshimin dhe problemet të theksuar në familje duke përfshirë edhe fëmijët. Sepse fëmijët e ndjejnë këtë rrezik, duke pas parasysh që janë dashje pa dashje, jetojnë në një ambient ku shohin shenja dhune apo shohin me pjesën e tyre, domethënë e përjetojnë atë makt, e përjetojnë dhe me pas problemet dhe vazhdojnë edhe të rriten. Po ashtu problem tjetër kryesor është pjesa ekonomike, duke pas parasysh që ka ndryshuar jetesa dhe nuk është më domethënë si më përpara, janë rritur shumë standardi në kuptimin që janë rritur shumë kërkesa. Dhe është e pamujtur të paktën për prindërit që t'i ofrojnë shërbime fëmijëve të tyre, ashtu si mund t'i ofrojnë një familje apo një
për sa tjetër të paktën në zonat e caktuara. Ndërkohë që puna me fëmijët, me të rinjt, është një tjetër fokus në cilët drejtohet aktiviteti juaj, apo jo? Është vërtet. Ndërkohë, unë mendoj që është shumë e rëndësishme të ofrosh të rinjt për të ndjekur këto ecuri që lidhen me familjen, sa të interesuar dhe sa afër janë në aktivizimin e tyre të rinjt. Faktikisht, na si qendra komunitare operojmë rrjeti i ngushtë. Në momentin që na evidentojmë fëmijë të rinj që kanë potencial, por jo vetëm fëmijë që na synojmë me i përfshi në programe të ndryshme, programe për fuqizimin, programe në aktivitete të ndryshme, na si qendra komunitare referojmë pranë qendrës rinore Atelier që i ndjek për pjesën e aktiviteteve apo trajnimeve që ata mund t'i rrisin profesionalisht. Që artistik apo drama që kanë dhënë mesazhe të fuqishme janë realizuar dhe mbase realizohen shumë shpejt. Përveç dramave, evidentimit që mund t'jetë në talentet e ndryshme, siç mund t'jetë muzika, piktura, sepse normalisht çdo fëmijë është unik në rolin e tij, dhe çdo i ri mundet me dhënë kontributin e tyre. Edhe kjo është fokusi ne si qendra komunitare që mi evidentu këta të rinj edhe mi promovu, sepse në fund ditës janë aja vlera dhe brezit që do ta superojnë shoqërinë tonë. Problematikat që lidhen me familjen janë të mprejta, gjithmonë duke u drejtuar edhe vlerave, të cilat janë vërtet ajo bazë e fuqishme ku mund të ngrohemi me vlerat e familjes. Por shpesh individualizmi, shpesh pleqt e vetmuar që jetojnë me fëmijë jashtë apo me mungesa të mëdha, sa janë në fokus të punës suaj në ndihmë të këtyre njerëzve të cilat e dëshirojnë gjithmonë familjen, ngrohtësinë e saj. Faktikisht për ne familja i përfshin të tanë individet, edhe të më shumët, përveç faktit që na flasim shumë ma shumë për të rritë, shumë ma shumë për fëmijët, edhe ndoshta për grupet më të marginalizume, si gratë e dhënume, fëmijët që janë në kontakt me ligjin, që kanë problematika, por edhe të më shumët kanë një vëmendje shumë të veçantë tek ne, sepse edhe një prej qendrave tona komunitare ofron shërbime për të më shumët, ku të më shumët shkojnë edhe mund të kalojnë një kohë cilësore në ambientet e qendrës komunitare, duke u argëtuar që mund të jenë me lojna që realisht preferohen shumë për moshën e tretë, si shash domino, si që janë loja shah, që realisht i nxit edhe vetë më shumë me njëri tjetrin me kriju një lidhje shumë më të fortë, edhe për te asaj vështirësisë që kanë me fëmijët që kanë jashtë shtetit. Ka mundësi për të ndihmu pikërisht këto njerëz? Duke u bazuar në bazë të programeve, në bazë të orientimeve që ne bëjmë, domethënë edhe pjesa ekonomike është shumë e rëndësishme për ta. Domethënë pjesa ekonomike na i ofrojmë shërbime ekonomike, varet e rasti ose varet e personi, varet e problematika që ka. Për shembull në rastin e grave të dënuar, për shembull është banesat sociale që i ofrohen me një pagesë përcaktuar nga Bashkia e Shkodër që realizohet. Dhe pas ju ofrohen kurse profesionale, kurse ose të paktën mundësi gjetet pune, domethënë për secilin prej problematikat janë të ndryshme për secilin. Për shembull në rastin e fëmijëve ju ofrohen kurse në mënyrë që të marrin një certifikat që njihet, domethënë mënyrë që të marrin që të zhvillohen në timin sepse cilat janë sfidat në këtë mori probleme që ju natyrisht ndesheni çdo ditë, por edhe i përjetoni, i përballoni me fuqinë tuaj rinore. Çfarë sfidash keni përpara? Duke pas parasysh që jo të gjithë domethënë e kuptojnë ose domethënë dëshirojnë me bashkëpunu sepse problemet janë aq të thella domethënë në pjesën në familjen e tyre, dhe jo gjithmonë e kuptojnë ose e kanë atë dëshirën, ose për shembull ideja është që ne gjithmonë i ofrojmë atë shërbimin që mendojmë që është më i miri për ta, domethënë, ose të paktën ata mund ta marrin edhe ndoshta ndonjëherë nuk e marrin edhe nuk e dëshirojnë, në kuptimin që po ne vazhdojmë të ofrojmë domethënë rrimë afër me ta, nuk ka se dorëzohemi kështu më njëherë sepse vetë puna jone është e tillë.
faktikisht sfida primare është me i tregu komunitetit që na jena afër tyne. Në momentin që ata kanë problematika të ndryshme, shpesh herë në parim gjoja është që ne ti diskutojmë të problematika, sepse në qoftë se na nuk kemi informacion për situatat që përjeton një familje, shanset për me ndihmu janë shumë pakta. Edhe për këtë arsye na mundohna që fillimisht me çdo familje që na kena në kontakt, por edhe çdo familje të re përfituese që vjen për shërbimet tona, të krijojmë një klimë besimit, që ajo të ndihet e sigurt për me thonë problemet e tyre që është realisht një ndër sfidat më të mëdha, por klima e besimit është ajo që ne na ndihmon me dhënë një shërbim shumë më të mirë edhe më të prekshëm për qytetarët. Po? Jo, sepse ky është qëllimi kryesor i çanave komunitare, të jesh sa më afër zonës ose të paktën lagjes ose aty ku janë vendosura në një gjeografike. Ky është qëllimi kryesor. Dhe ky është qëllimi kryesor i javës së familjes së aktivitetet që na kena realizuar, në që të gjithë të ndihen sa më mirë dhe të largohen pak prej asaj prej atyre vështirësive të jetës. Ju jeni të ri, përgjithsisht shumë të ri në rrugën tuaj të profesionit, të jetës tuaj. Sa mendoni, sa e rëndësishme, personalisht si e ndjeni, sa rëndësishme është të krijosh dhe të jesh trashëguesi një familje të shëndoshme, vlerat më të mira pozitive të saj? Realisht është shumë e rëndësishme, sepse na thamë çdo familje ka veçantinë e vet, edhe çdo familje ka ata vlerat përkatëse. Normalisht është e rëndësishme sepse ti do të përçosh edhe do të trashëgosh vlerat e paraardhësve tonë, si qoftë të prindërve, qoftë të fisit, edhe është normalisht një përgjegjësi që ty t'jepet në mënyrë të pavetdijshme qysh si lind si fëmijë, që në hershmëri, edhe mesazhi që ajo ndjesia qoftë e pavetdijshme që ka secili fëmijë për me përçu edhe për me dhënë një kontribut pavarësisht të sfidave, problematikave që mund të jenë në rrugë, është i fortë edhe është diçka që vjen natyrshëm, vjen gradualisht. Të jesh sa më afër njerëzve tuaj, të përçosh pozitivitet gjithmonë dhe dashuri natyrisht. Po. Do të kisha thënë që në lidhje me javën e familjes, ndoshta do të jetë një si formë thirrje njerëzit të komunikojnë sa më shumë me njëri tjetrin, sepse në përgjithësi pakën e problematika që vëre njerëzit nuk komunikojnë, antarët nuk komunikojnë problematikat që kanë. Të jenë më të hapur me njëri, të shprehen ato emocione, të shprehen gjithçka që kanë dhe po ashtu të dhurojnë sa më shumë dashuri dhe sa më shumë dëshirë për njëri tjetrin. Familja është dashuri. Kjo është motoja. Kjo është motoja e kësaj jave, e përcaktuar në të gjitha veprimtaritë që ka organizuar Drejtoria e Shërbimeve Sociale, por jo vetëm, që duhet të shpërndahet tek të gjithë ne, që duhet të ndjejmë në pulsin ton, ashtu siç vërtet ndodh natyrisht me familjen është hapi pari një dite, me familjen është vazhdimi i saj, me familjen është ai steku i butë me të cilën mund të vendosësh kokën dhe mund të jesh krejt afër të gjithë njerëzve tuaj më të dashur. Nëse kemi një familje të shëndosh, shoqëria do të jetë akoma më e mirë dhe më konsoliduar. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër për të shpërndarë jo vetëm informacionin për veprimtaritë që ju zhvilloni, të cilat janë vazhd dhe gjithë veprimtarive për gjatë gjithë vitit, por për të shpërndarë shumë bukur edhe njerë këto sinjale të fuqishme të ndjesive tona, të dashurisë sonë për njëri tjetrin, për familjet, për njerëzit tonë më të afërt. Rrof familja. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Ju falenderoj.